Ngrica dhe breshëri i kohëve të fundit kanë dëmtuar rënd vreshtat e Rauhvecit, ku janë të mbjella mbi 2000 hektar me rosh. Edhe pse nuk dihet vlera e dëmeve, vreshtarët kërkojnë nga institucionet relevante kompensimin e dëmeve. Të shqetësuar për kulturën buqësore të vreshtarisë, vreshtarët thonë se dëmet e shkaktuara në fillim të prillit nga moti i lig mund të trashëgohen edhe vitin e ardhshëm. Vreshtaria është puna e vetme e shumicës së familjeve në këto anë dhe si vjet thonë se kanë planifikuar që të marrin mijëra kilograme rosh nga vreshtat e tyre. Nëse shikohet nga ana vlerës monetare janë me miliona euro dëme. Nëse këqyret edhe zinxhiri ekonomik janë prapë me miliona euro është dëmi që shkaktuar nga ngricët e 7 prillit. Këto ngricët nuk i mbajnë mend as të moshuarit, do thotë për dëmin që shkaktuar në këtë periudhë kohore. Për shkak se vreshtaria është veprimtari pak më specifike, edhe kosto e mirëmbajtjes është shumë e lartë, presim nga qeveria që sa herët i dalë në ndihmë për mere për shkak të mbrojnë këtë kulturë që është trashëgimi, është traditë. Rushi u bo katastrofë, kretë unë zi. Katastrofë, nuk ka mo qka me bo. Tashti si na si bujq, kemi dash me kërku prej qeveris pakës me në gëzhu, komuna u dalë, na me pa, me në një mu, u bo katastrofë. 3 hektar vnesh një kam, janë prish kretë. Unë nuk kam ndu me marë për në 30.000 kila nuk janë. 30.000 kila ka 50 cent i bojnë, 60-70 varat që për qmimit, për tregut. Ama janë dëmtu shumë. Tashti ka, tu na kemi punë, prej dimrit jemi qëtu, prej dimrit. Ke qish njësë prej letit 15 janar, unë jam dalë në fush. Me kitë, me lidhë, me drejtu shtilat. Nuk o puna, rushi ka shumë punë. Ta po mendojmë si jonë shti pema. Pema nuk është, kjo duhet si pika parë, duhet telet me ngri, duhet shtilat me drejtu. Këta duhet me lidhë, duhet me përpunu, kleu qitë. Kretë jemi të punu, shpenzimin janë shumë të mlaja. Ama, tashti, u dëmtuar s'ka që kemi shka në shpej zotit, mazë klimat të smëri, kjo u konë -5. E tashti s'kemi shka me bu. I kom 4 hektar vneshta, me qëto mirëna, këtë vit kemi dëmtimet mëlaja, presim pak ndim prej qeveris ose prej komunës, pak me në ndimu. Prej qëtu jetoj, s'kom qera të armëla. Drejtori i drejtorisë së buqësisë në komunën e Rauhvecit, Berat Duraku, thekson se si vjet do të ketë më pak rosh nga toka e Rauhvecit. Për vitin 2025, buxheti për sektorin e buqësisë në Rauhvec është 1.5 milion euro, ndërsa presin edhe mbështetjen e Ministrisë së Buqësisë për t'u dalë në ndihmë rreth 1600 vreshtarëve, të cilët janë prekur nga dëmet e të mbjellave të tyre. Si që jeni ndjeni edhe ju, me datat 5, 6 dhe 7 prill, temperaturat e ulta cilët kanë bizetruar në vendin tonë, kanë shkaktuar dëmet konsiderueshme në bujqësinë e Rauhvecit dhe këtë Kosovës besoj, po që me efekt veçantë tek ne kemi në vreshtarin, e cila në një mas të madhe është godit nga këto temperaturat e ulta, të cilat thuaja për këtë vit pak rrush ka më në dhonë për shtrezat tona dhe për industrinë tonë të venës së Rakisë. Kryesisht është godit më shumë të rushi i tryezës, cili ka dëme më të mëdha. Ndërsa te kultivarët tjerë që janë për industri, ata ndoshta diçka mundet me pështu, edhe përqindja mundet me qenë pak më ullë, po te rushi i tryezës diku mbi 90% veç është dëm, cili është shkaktuar për fermerët tanë. Ne presim që na del ndihmë edhe shteti, për shkak që komuna nuk e ka mundësinë me u dhënë ndihmë fermerëve. Në bashkëpunim me Ministrinë e Buqësisë, po shpresojmë që do të mund t'i kompenzojnë fermerët, cilat janë dëmtuar këtë vit, e që fatkeqësia është për shkak që dëmi i këtij viti ka me u bartë në vitin e ardhshëm, për shkak që fermerët tanë kanë me investu, kanë me punu për me mirëmbajt,
Në të kundërtën, gjitha këto sipërfaqe do të mbesin djerina nëse fermerët tanë nuk kanë me pas mundësi me i punu. Duraku thekson se ende nuk dihet vlera e dëmeve të vreshtave nga temperaturat e ulta. Kemi kontaktu me entin e vreshtarisë edhe me shoqatat si të ekzistojnë këtu, shoqatat e vreshtarëve këtu në Rahovec. Veç jemi dakordu për formimin e komisionit, tani veç është formu komisioni në kuadër të entit të vreshtarisë, që është departamenti ndami i Ministrisë Bujqësisë, e që funksionon në Rahovec. Një përfaqësues nga komuna, 2 nga enti dhe 2 nga shoqatat që janë ekzistuese këtu. Do ta shqyqojmë gjendjen në teren specifikisht për secilin kulturë, për secilin kultivar, edhe do të dalim me një raport që po besojmë që do të jetë goxha voluminoz në këtë vit. Nëse nisim me të përqindja, në 60% nuk ka dëm, e që arrin ajo diku edhe 100%, tu e përfshi edhe pemtarin, po të rrushit e vreshta diku deri në 90% është përqindja e dëmit që është shkarku. E që ne kemi prit që ky vit e jeti bërë qetësën, po që fatkeqësisht tani do të kemi goxha probleme. Përveç vreshtarisë, edhe kulturat e tjera bujqësore janë dëmtuar nga temperaturat e ulta. Gjithsej në Kosovë janë rreth 3000 hektar të mbjella me rosh.